Muhamedi s.a.s. ka thënë që Allah i madhruar ka thënë. Çfarë hadith është kjo? Hadithi kutsi. Kush e armiqson të dashurin tim, atij i kam shpallur luftë. Mirë për ata që i luftojnë besimtarët. Kush e dashurit e Allahut? Besimtarët janë Allah. Evliat e Allahut azza wa jall. Mos të keq kuptohet sikur sufit që thonë, domethënë nuk mund të bësh ti evlia, një besimtar i rëndom nuk është evlia. E çka është atëra? Allah i ka përmend. Miqtë e Allahut, miqtë e shejtanit. Ose je mik i Allahut, ose je mik i shejtanit. S'ka tre. Pastaj te miqtë e Allahut janë gradat. Grada më e lartë. Sa bësh vepra më të mira, çaq më i nalt je. Mik më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po besimtarët janë miqtë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse vllai jam ti jeton ku do qoftë me një vend dhe je i bindur Allahut subhanahu wa taala, i krysh urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, dhe ty të armitson një pabesimtar, të armitson një lëvizje anti-islame, të lufton ku e diune në format ndryshme. Kujt i ka shpall luftë? I ka shpall Allahut. Allahu ati i ka shpall luftë. Thot çka ati i kam shpallur, thot luftë. Allahu thot. Dhe kur ta don Allahu atë rob, çka i thot Melaçës? Gjibrilit alayhi salam, o Gjibril, unë filonin pedu. Atër thot, Gjibrili alayhi salam e përhap këto në mesin e melojkeve. Melojket pastaj zbresin dhe fusin dashurin në mesin e besimtarve. Dhe besimtarët pastaj ty të dojnë. Me lejnë Allah subhanahu wa taala. Po qysh ka njerëz që s'dojnë, po s'dojnë pa besimtarët, s'dojnë bidatxhit, s'dojnë njerëzit e devijuar. Dërsa pasus të sunetit dojnë me lejnë Allah subhanahu wa taala. Sepse Allah u fut dashuria tyre në mesin e besimtarëve me lejnë Allah subhanahu wa taala.